Banorët e fshatrave Strikçan e Sopot në bashkinë Bulqiz ankohen për gjendjen e degraduar të rrugëve dhe mungesën e ujit vaditës. Ndonë se një pjesë e rrugës së fshatit Sopot është asfaltuar, segmentet e tjera janë thuajse të pakalueshme. Në të njëjtën gjendje janë edhe rrugët e fshatit Strikçan. Drejtuesit e mjeteve thonë se kalimi në disa rrugë është shumë i vështirë për automjetet e vogla, pasi ka prani të mëdha të gropave si dhe kanaleve të krijuara në mes të rrugës. Ata kërkojnë që tek rrugët e paasfaltuara të ndryhyet për t'i shtruar të paktën vazhdimisht me zhavor dhe të mirëmbahen kanalet kulluese anësore, pasi sa herë ka reshë shiu, uji vërshon përmes rrugës. Problemi këtu në Sopot është shumë i madh. Rruga nga lagja Priftak deri ke rruga që lidhet me Strikçanin është katastrofë. Deri në Zat Sopot, që ke qendra shëndetësore. Asnjë gjë nuk kanë bën. Të paktën të shtrohet me zhavor, plus investimeve për asfalt. Një asfalt është bën nga bregu i Peps deri ka shku deri ke dyqani i vjetër që i themi ne. Problemi është se ande jemi tu captu makinat, edhe traktori nuk kalon. Ky shqetësim është ngjet, po këto bëjnë mbledhin lek dhe fusin në rrugë, që shtren rrugë me beton, edhe nuk bën një investim tjetër që hajde se është fut lot i parë këtu, nga bregu i Peps deri atje ke dyqani i vjetër, asnjë lloj investimi nuk kanë bën. Ndërkohë banorët e Sopotit kanë edhe një tjetër problem që lidhet me sistemin vaditës. Ndonë se fshati ka ujë vaditës, kanalet nuk janë hapur e në këtë mënyrë një pjesë e tokave bujqësore janë lënë djerë. Nuk janë bë vjet, se ne i bëjmë vetë vjet. I bëjmë vetë. Ujë vaditës deri këtu ka ardhur një herë më. Knet armë jo. Si kanë bë, s'ka njerëz. Kush di bëje? Di bëjmë vdekmin. Çon deri na kanë hik. Ka 2 vjet për shtëpi jemi. As kemi pa punojës bashkia këne një herë. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit vendor që këto probleme të zgjidhen sa më shpejt të jetë e mundur.